Së pari ka të bëjë nga lloji i çrregullimit të ankthit që ka, a është një ankth i përgjithësuar, a është një agorafobi, a është një ankth social që i referohet vetëm vështirësive për të folur në publik, dhe të gjitha këto që unë përmenda, secila ka specifikat e tyre që na ndalon në mirë funksionim. Po nëse flasim për ankthin e përgjithësuar, janë kryesisht personat që në çdo situatë ju shkon mendja tek më e keqja e mundshme. Nëse nuk janë në një moment të caktuar me personin e tyre të zemrës, apo me vajzën, apo djalin e tyre, dhe si prindër i bien telefonit, nëse nga ana tjetër dikush nuk e kap me njerë zilen e telefonit, një person me ankth të përgjithësuar nuk do mendoj që ndoshta nuk e dëgjon, apo nuk mund të përgjigjet në këtë moment, po mund të thoj diçka i ka ndodhur, ka pasur një aksident, ka vajtur në spital, dhe duke menduar kaq shumë skenar negativ dhe duke i besuar këta skenar, si të vërtet fillon të kesh rrahje të shpeshta të zemrës, ngushtim në stomak, marramendje, ndonjëherë japin edhe gjendje të fikti nëse situata ankthioze është shumë intensive. Nga ana tjetër krijon shpeshherë edhe pagjumësi, ose personave ju del gjumi natën dhe kapin veten që po mendojnë diçka të keqe që mund t'ju ndodhi të nesërmen apo javën që vjen, dhe e kalojnë gjithë pjesën tjetër të natës zgjuar duke menduar për skenarët imagjinar që s'kan për të ndodhur kurrë.